Pas kundërshtimeve dhe protestave të banorëve të Fusharësit ndaj propozimit Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin e saj me Pukën, Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, njëherëzi drejtues politik i socialistëve për qarkun e Shkodrës, Enea Karakaçi, zhvilloi një vizitë në këtë zonë. Karakaçi u takua me banorë të zgjedhur vendor dhe përfaqësues të Bashkisë Fusharësit, me të cilët diskutoi propozimin e reformës territoriale, i cili ka hasur kundërshtime nga komuniteti i kësaj zone. Në krah të ministrit socialist u shfaq edhe kryebashkiaku demokrat Hilcurri, i cili ka dalë kundër projektit për bashkimin e Fusharësit me Pukën, qëndrim që e mbajti edhe në këtë takim duke theksuar se kategorikisht ai nuk e mbështet propozimin e socialistëve për bashkimin e Fusharësit me Pukën. Curri ka argumentuar edhe vështërsi që do të ketë komuniteti në rast se zbatohet kjo reformë e re territoriale, që sipas këtij të fundit e fshin Fusharësin nga harta, duke zbehur vlerat, traditat dhe historinë e kësaj bashkie, por mbi të gjitha edhe atë çfarë përfaqëson sot në aspektin jo vetëm historik e kulturor, por dhe atë ekonomik, duke argumentuar se disa minjera hidrocentrale dhe fabrika të rëndësishme ndodhen në këtë zonë. Pas takimit vet Karakaçi, në rrjetin social cilësoi diskutimin si të frytshëm, duke deklaruar se banorët patën mundësi të shprehin mendimet e tyre, shqetësimet dhe sugjerimet për reformën. Sipas ministrit, reforma synon një zhvillim më qëndrueshëm të territorit, ndërsa në qendër të diskutimeve ishin zhvillimi ekonomik, rritja e investimeve, përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve publike, si dhe krijimi i mundësive të reja për komunitetin. Besoj se përmes bashkëpunimit dhe një vizioni të përbashkët, mund t'i kthejmë potencialet e Fusharit në mundësi konkrete për qytetarët dhe në një zhvillim të qëndrueshëm për të gjithë territorin. Shkruan Karakaçi. Vizita vjen në një moment kur propozimi për riorganizimin territorial të zonës ka shkaktuar reagime të forta në Fusharës, me banorët që kërkojnë që bashkia të ruajë statusin e saj dhe të mos shkrihet me Pukën.